Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Dhe Mirë që luajmë jazz në radio. Siç thoshte edhe Bariko, kur nuk e di se çfarë muzike është jazz. Po pra. Po Bukur. kjo Kamila as nëndër nuk e ka parë që do luajë në një radio shqiptare si në radio pa ne. Po ne jemi këtu për t'i plotësuar ëndrat të huajve. Kolom, siç desha të thesh një, Gjëra të rëndësishme besoj. po e harova. Mirë, them diçka të rëndësishme sa të kujtohesh ti për gjëra të rëndësishme. Po, po. Ai është të bën jazzi ta. Pra, sipas një studimi, nëse gratë kanë marrëdhënie të shpeshta seksuale, do të kenë një memorje shumë të mirë. Ua, kjo shpjegon pse shumë gra në jetën time Pra, janë amnezi të hershme. burra, nëse nuk doni që gruaja juaj të mbaj mend atë sherrin që keni bërë në 2003-shin, ditën e premte në orën 7:15. Duhet të toleroni 10 deri në 15 të dashur. Nuk duhet ta ushtroni. Sa më shumë, aq më e fort kujtesa. Po pra. Pra duhet ta pengoni thua ti. Po, Ja, shef unë s'maj mend atë që thua. Keq është puna. Bria, nuk di si ta përdor këtë informacion që apo. A mund na thuash diçka utilitare, lutem shumë? po pra. Që të dim ta përdorim. Varet çfarë është qëllimi juaj final me bashkëshorten, partneren, Qëllimi final i çdo njeriu me shefen, partner, qëllimi final i çdo njeriu me Nuk e di, partnerin sekretaren. është të ndahet. Tani, si na ndihmon informacioni jot? të ndahet, Dhe atëre të bëjë të bëjë të njëjtat gabime edhe një herë e para. Jepini. Unë po të them që diçka shumë praktike, meshkujt dhe femrat i përjetojnë këto po themi tundimet romantike në forma ndryshme. Po, kam dëgjuar. Në momentin që një femër Kështu ndihet thon. e romanticizuar, Po. Ti kur Gjë që shon bën shef andej, shkon për të diçka blerë. po ndodh andej pas shpinës time. kanë ardhur carus dhe kërkojnë Shrekun. Ku është Shreku? Duan ta arrestojnë, ta çojnë në Rusi, ta kidnapojnë, po thonë kosovarët. Po thosha për gratë, për Blerina po pyese për ata që dëgjojnë radio dhe nuk e shohin YouTube, po pyese për mua që shoh ata derës së studios që Blerina ka me shpinë. Dhe unë i kthea përgjigjen e Shrekut. Dhe u kthehemi qartësua. në temë, po. Tendenca e vajzave grave për të kur ndjen si më thënë që janë afër një romance, normal që shkojnë në pazar, po tendenca aty është për të blerë gjëra utilitare të tipit gjëra që u duhen për shtëpi. Jo. Po brisit ne dim gjithë që gati marrin borxh dhe nuk i blejnë. Ose i vjedhin. Po çfarë për shembull? Blejnë ata themun se çfarë bëjnë, për shembull, blejnë gjëra për shtëpi. Shi. Po për mobilimin e shtëpisë e të tjera të tjera. Po, frymzohen për një të ardhme të përbashkët. Ndoshta. Pikërisht. Kurse burrat, Ndërkohë që burrat kur ndjen kështu sikur janë afër romancës, tërbohen. Bëjnë eksperimente me blerjet. Për shembull, njëri që nuk e di ku është teatri, se normale shëmbën. Do të shkojnë teatr. shi sa i lezetshëm. Ose njëri për shembull që shumë kurrë thot, të darkojmë jashtë, paguaj unë. Komplet budallënj. Dhe ja si prishen lekët domethënë dhe shkojnë në shtëpi dhe thot gruaja, ti, ku i ke lekët? Tani, isha në teatr me një shok. Më lejohet të bëj një pyetje? Të lejohet të bësh shumë pyetje, por se di e kam përgjigjet të pyetjeve. Tani, si ka mundësi që pavarësisht mënyrave të ndryshme të përjetimit të romancës, prapë gjithë martohen me njëri tjetrin. Jo, të dy shkojnë për të shpenzuar para. Pra, nuk është që ai për shembull nis një aktivitet vrap nga liçeni, nëse ka një liçen pranë. Ta them unë Blerina, sepse ligjet e ekonomisë janë këto. Kur ti je optimist, pra sepse romanca të jep një lloj optimizmi, njeriu ka tendencën të shpenzojë. Dhe prandaj tregjet bien dhe ngrihen, ky stoku, që thuhet stock market, bie dhe ngrihen në varësi të emocioneve të njerëzve, të investitorëve. Pra kur gjithë janë në depresion se çdo bëj trambi bie tregu. Tani e kuptoj edhe pse ka muzikë allegro përgjithsisht në për këto dyqanet, në përgjithësi në çdo dyqan. Ke qenë shpesh? Në çdo dyqan ka, nuk e ke vënë re? Ka një muzikë që të motivon që ti. Unë hyj gjithmonë me kufjen vesh dhe dëgjoj muzikën time. A do një studim tjetër Blerina? Jepi. Kam, kemi edhe lajme të tjera që s'kan lidhje me studimet, për shembull fakti që hollandezët akuzojnë belgët se kanë vjedhur erën, por le të rrim të studimet. Po lexoj këtu që sipas studimit më të fundit, njerëzit në përgjithësi parapëlqejnë fytyra femërore. Ndaj atyre mashkullore? Jo.
edhe tek meshkujt. Pra, tendenca është kjo që ti të parapëlqesh një mashkull që ngjan si femër, ose një femër që ngjan si femër. Më duket më rradh mundësia që të pëlqesh një femër që ngjan si mashkull. Ç'mendim ke? Kjo është tendencë e kohëve të fundit? Kjo është një tendencë, është publikuar Nuk do ta kisha në një thënë. revistë që quhet Psypost online. Dhe jo, unë si e komenton ti këtë? nuk do ta kisha thënë këtë gjë, sidomos për gratë, femrat, që mund të përzgjedhin portrete burrash me tipare femërore. Tani Blerina, unë mund të lexoj edhe ku është bërë ky studimi dhe nga na vjen ky studimi, por ti je e sigurt që s'ka problem. Është bërë në Perëndim. Do filloj të vërej bashkëshortët dhe bashkëshortet e miqve dhe kolegëve të mi. Atëherë, është bërë në Britani, dhe në disa vende të tjera të Europës Perëndimore, por di dhënë një çik kështu, si më thënë, një lloj lezet, një lloj aromë aziatike, ka shkuar dhe në Japoni. Qartë. Po. Tani, nëse unë do të ofroja të marrësh pjesë Përgjigjja ime është jo, unë nuk marr për të mirën e njerëzimit. Dëfish jo. Unë dë emisionin, nëse vazhdon këtë ofertë të participoj, unë dë emisionin. Kemi 10.000 vende të lira për vullnetar, jo për polic, por për vullnetar që do të nështrojë një studimin që do të zgjas 4 vite. Duhet jenë nga mosha 50 deri në 75 vjeç, jo në Shqipëri, por detyra e tyre do të jetë që të pinë çdo ditë nga një gotë verë për 4 vite. Dhe t'i vëm pikën këtij muhabetit që një gotë verë në ditë të bën mirë apo të bën keq. Pra do presim 4 vjet derisa ta bëjmë këtë eksperiment. Dhe do presim fillim të mblidhen 10.000 vullnetar. Po ne që jemi mbi 75 vjeç, a na pranon njëri në këtë eksperiment? Halli im, në fakt, kur lexova këtë ishte që po sikur të dali që të bën keq dhe këta 10.000 veta për 4 vjet kanë pirë për ditë. Inshallah mjeton ja 2-3.000 nga këta. Për 4 vjet. Blerina, po sikur ne të marrin, më fal, pyetje tjetër. A pranohen çfarë lloj vere është një? Është Romane Konti? Se kemi një këtu, është një vullnetar gati. Nuk e di. Po tjetër ma verë 30.000 euro sipër. Bien keq. Na shkruani në redaksi. Do të ikim, po patjetër do të ikim nga kjo studio me reklama për të rikthyer dhe për të bërë, si më thon ato, impulsje të fundit. Për të bërë, jo duvat, si kishim atëherë, darovitje e fundit, po.